Tani unë dua kam qef të bëj pyetje për çiftin dhe kjo ka lidhje të qenurit juve vetëm në shtëpi, për shembull. Janë disa pyetje shumë flesh, pak karagjoze do thoja, se më pëlqen kur dalim pa nga vetja. Është pa problem. Kush harxhon më shumë lek në shtëpi? Kush është personi që harxhon? Dihet ajo. Jo, nuk dihet se ka. Ja, dihet gratë. Jo, ka dhe burra që harxojnë lek dhe gratë nuk harxojnë dhe shumë. Po janë ata burra janë më pak, janë me përqindje shumë më pak. Kështu që unë po mendoj që unë po konstatoj. Okej. Jo, a di pse i duket që unë harxoj, se unë e mbaj shtëpinë. Po atje ti duhet një. Po, edhe duhet, atëherë ti duket që shumë. Jo, mimoza është e fiksuar në detale, edhe i ka kërkesat pak më specifike. Kjo normalisht gratë kanë nevojë edhe më shumë për tretman për vetvete, për shumë gjëra, mirë, po unë mendoj që të dytë paka shumë e kemi një stil jetesës. Dhe nuk jem tipa ashtu shumë të ngurët. Okej. Po kush është më romantik? Nuk kemi koprac. Unë hiç jam romantike. Hiç fare nuk fal fare dashurinë? Unë e fal dashurinë, po nuk i du ato dramat e romantizmit, ato. Nuk pëlqen shumë nëse shkumbinët vjen me lule, bët një gest romantik të lezetshëm. Po, të lezetshëm, po. Mirë, po me egzageru, jo. I bën, apo? I bën ndonjëherë. Me rast. Me raste, po. Po pse me raste? Duhet ta mbani sa më. Pa dim se unë e di që sa i pëlqen, apo sa i... Po nuk ka rëndësi. Po lullet pëlqen, unë lullet shumë. Lullet i dën mimoza shumë. Po patjetër, se parfemat i dën shumë. Patjetër. Me i kapin këto gjonat e... Pra ti duhet çdo javë duhet me qenë aty të paktën me pushet me lule. Lullet ki drejt me pranej si kritike dhe si këshill. Patjetër, duhet sepse e bën gjë më interesante. Lullet shkojnë për lulen. Po. Patjetër. Kjo lule vetë se s'po mund mi bë konkurrencë mandej. Se lulja i bën luljes konkurrencë. Ose edhe një kong, lulja prej lulës bën ferk. Po, kush është më shumë xheloz? Jeni xheloz? Xheloz da 30 vjet jemi bashkë, Dea, po. Jo, prap, duhet me qenë xheloz. Jo, ke shumë të bukur. Po, e vërtet është xheloz jam me një mos, po jo ashtu ekstrem. Jo ekstrem. Jam i moderum. Jam i moderum jam. Je xheloz e ti? Normalisht në fillim çdo lidhje, kur nuk e njeh personin ti je xhelozi derisa të fiton besimin. Mirë, po kur kalon një kohë, atëherë mendoj që nuk është e nevojshme. S'është e nevojshme. Jo. Duhet se është fitu besimi edhe nëse nuk ka pas diçka që është humb besimi, atëherë ti pse ki me xhelozu? E vërtet. Edhe nuk heca pastaj. Nuk hecën edhe është edhe ngarkesë për çdo person. Ngarkesë është psiqike, unë kam shumë miqe, shoqe që janë xhelozi, e kanë të mbjellur vetvete, po janë shumë të ngarkuar. Ai mundet me kriju probleme në lidhje. Ajo krijon shumë probleme, po. Shumë probleme, kur nuk ke besim një person, atëherë më mirë lëre fare thua ti se sa. Lëre atë lidhje dhe mirë, po kur fitohet besimi edhe ma xhelozia, për shembull ka çift, gru ose burr xhelozon çush o vesh burri ose gruaja, ajo është shumë absurde. Ajo s'bëhet. Ose i thot deshe këto, veshe këto, ajo për mua kishte me qenë e papranueshme. Ajo është shumë, jo. Ajo është e papranueshme gjithmonë dhe s'duhet të jetë fare, me thënë drejtën. Po kush gatuan më mirë ose kush gatuan? Po, me të thënë drejtën, shkumbini nuk gatuan hiç. Hiç. Fare. Hiç fare. Po pse? Nuk e di se kjo është mjeshtër e kuzhinës. Jo, kjo çaq gatun mirë. Kështu që unë veç s'ke nevojë hiç. Jo, s'kam nevojë, po s'muj as më afru. Kjo as lodhe tu gatu. Unë po furnitor jam, për më furnizoj. Mirë, po për me gatu moza është me të vërtet talent është. Artiste e gatimit është. Nuk e di, e ka pasion. Kjo e ka pasion. Kjo edhe merr. Po dhe ajo është art në vetë. Kjo lexon edhe receta, e ka kështu. Po ajo është art në vetë komplet. Po dhe, e ka pasion, atë nuk e di. Me të tregu drejtën i marr lakmi ka njerë, se relaksohet edhe truni kur lexon. Çdo ditë kemi
hasemi me pengesat të ndryshme, ballafaqohemi me probleme ditore. Kjo e gjen edhe lexoni recetë ose e shoh një emision televizion, unë që nuk mu më duket të habisme kanë njerë. Unë e ndrej me njerë atë kanal. Relaksona kur të Kjo relaksion, të pëlqen. Atë në recetat e gatimit që janë edhe i kem nga Kosova dhe nga Shqipëria më shumë. Këto janë disa emisione të veçanta, i pëlqen. I pëlqen. Po. Je më shumë të ëmbëlsirat apo Të gjitha. të gjitha? Po. Edhe ëmbëlsirat i bën në shtëpi edhe çdo gjë. Ëmbëlsirat i bëjnë në shtëpi dhe shumë i du. Po. Nuk moj me jetu pa ëmbëlsir. Gjitha i bëj, më pëlqen, relaksona kur gatuj, kom qef kur te qesën pjatë dhe Duket e mirë edhe duket e mirë edhe shijojnë ju pëlqen, kështu që gatuaj edhe byrek, pite. Po, a është kjo për shembull dhënia e dashurisë, se disa njerëz e kanë të vështirë të shprehin dashuri, por e japin me anë të bëri diçka për ta, pra të gatuarit, të rregulluar diçka. Kjo është një anë jote apo Është po, është anë imja edhe është vërtet se kur unë kom mysafir edhe unë quajmë gatuj ëmbëlsirë, diçka, gjithçysh diçka gatuj. Është respekt tjetër, është dëshirë tjetër. Është për atmosferë, për më pëlqen ashtu. Nuk pritoj edhe Ajo që shumë e mirë. E ka dhe vullnetin, nuk lodhet as, nuk e bën me përtesë. Sepse ajo e bën me pasion, është diçka që ajo vërtet e dashuron si gjë e bën. Çdo gjë me dashuri është shumë e bukur. Kjo e ka që ato, e ka me të vërtet është një veti shumë e mirë e saj, që nuk e kanë në ditën e sodit, sidomos nuk e kanë shumë fena. Ka ndryshuar kohët. Ka ndryshuar, po. Se po e mendoja si me vete tani. Po, veç jo, mendoj që ka gra që shumë gatuin edhe gatuin mirë. Njo edhe koleget mia artiste që gatuin mirë, janë të përkushtume për shtëpi, se a di qysh është e na pak ti artiste, këngëtare, a prek ti diçka? A pastron ti, a gatun ti? E have njerëzit që dhe ti e një njeri normal, që jeton një jetë normale si gjithë të tjerët. Ajo pak më duket e çuditshme. Se shtëpia është shtëpi, s'duhesh mi dhanë dashuri edhe me mirëmbajtje, edhe me pastrim, edhe me rregullim, edhe me gatu edhe kështu. Po, nga jetë të dy kush është me kokë fort, kush nuk dëgjon? Shkumbini, është shumë kokë fort. Kjo më thot, edhe... Përdesa të thot je. Jo, ndoshta ka të drejt momentet caktume. Okej. Se unë insistoj diçka që nuk pajtohet kjo, ndoshta edhe s'pajtohet edhe ndonjë antar tjetër i familjes. Unë e kam, nuk e di, ndoshta është edhe e met, ose ndoshta edhe në raste caktume është e mirë. Jam insistoj me një qëllim ose me një punë caktume, insistoj që me shku deri me një pikë ku unë e mendoj. Mirë po, nuk është që edhe nuk dëgjoj. Okej. Sidomos me mosh, me vite, ti ndryshon, e merr një mendim edhe tjetrit, e merr edhe një percepcion tjetër. Po. Edhe reflekton, po është e vërtet unë jam kokë fort. Shiko, është gjë e mirë që je dhe si se e bën dhe më interesante në jetën kohë, po gjithmonë në çift ose të kërcesh duhet dy për të kërcyer. Kështu që juve të dy e bëni shumë mirë, se keni edhe 30 vite martesë dhe jeni mirë po si veteran. Unë do e mbyll me një pyetje shumë që shumica e çifteve në fakt kur kalojnë shumë kohë bashkë e harrojnë fare. Është në pjesë detaje kjo. Cila është ngjyra e preferuar e shkumbinit dhe cila është ngjyra e preferuar e mimozës? E ke harru? Jo, se kom harru. Okej. Unë them që se unë ka cile e bëj, se më duket se u harroj. Ngjyra e preferuar e mozës është ngjyra e bardhë. E bardhë. Shumë e du. Okej. Po e shkumbinit? Ngjyra e preferuar e shkumbinit është blu e errët. Blu e errët. Po. E vërtet. Ma shumë i ka... Pra ju me e kaluar. Edhe në bukur, edhe i shkan. Dërsa për mua e bardha është ngjyra që... Se më qëtë ma fit, ma fit se kom një qik pesh. Jo, shumë interesant, se ndikon edhe ngjyra. Ngjyrat e zeza, për shembull, të errtat po ndikojnë që dukesh më... Ma fit, sidomos kur je para ekranit. Po sot ke vesh të bardhë. Po, e vesha të bardhë se masi është stina e verës. Po, okej, e drejtë.
Mirë, e kaluat dhe këtë me sukses, këtë gjëne e çiftes.